Kryetarja e Partisë Alternativa Mimoza Kusari Lila sot në emisionin DPD të Fitani është shprehur se do të garojë personalisht në zgjedhjet e 12 tetorit, mirë po Kusari Lila tha se si alternativë do të garojë vetëm dhe shtoi se kjo nuk është çështje e kishkuptimit në vetvendosjen. Unë jam deklaruar për pjesëmarrjen time personale në zgjedhjet lokale si Mimoza Kusari Lila, që kam garuar 4 herë deri më tash për komunën e Gjakovës, nuk do të garoj në zgjedhjet e 12 tetorit personalisht. Si alternativë, po, do të garoj vetëm dhe kjo nuk është çështje e asnjë kishkuptimi me lëvizjen vetvendosje, ka të bëjë me një diskutim që tash bashkë me lëvizjen vetvendosje dhe Partinë Guxo zhvilluam që 1 vit e gjysmë ose 2 vite pas përfundimit të procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale të vitit 2021, si i rrjedhoi analizave të ndryshme që janë bërë edhe në qendra televizjes, neve në është komunikuar që zgjedhjet e tjera duhet me fillu me shiku me hy me garu vetëm në lista, nëse ka hapësirë të bashkëpunimit për kandidatët në përkomuna, po, për arsye se ka pasur qoftë çështje të mos komunikimit apo mosmarrëveshjeve të ndryshme, por ne kemi të pashmangshëm që duhet hapësira për ja lënë partisë më të madhe që ata e kanë dashur për vete që është krejtësisht legjitime, u shpreh tutje ai.